si institucion organizator për konferencën e 15 të kryetarëve të gjykatave të larta të vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore, më kanë dhënë mundësinë për të bërë hapjen e kësaj konference dhe moderimin e saj. Po filloj me një fjalë hyrëse dhe pastaj do vijoj me rendin e ditës. I nderuar zoti Presidenti i Republikës, i nderuar zoti Ministri i Drejtësisë, të nderuar përfaqësues të Civil Institute, të nderuar kryetar të gjykatave të larta të vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore, të nderuar pjesëmarrës. Është një nder i veçantë që pas 13 vjetësh të presim sërish këtë konferencë të kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe Lindore. Si kryetari i gjykatës së lartë të Republikës së Shqipërisë, ndjej një përgjegjësi të madhe dhe një privilegj të veçantë për t'ju përshëndetur në emër të kolegëve të mi gjyqtar, duke ju bashkuar falënderimit për Civil Institute dhe për gjithë ju që na besuat organizimin e konferencës së 15 të kryetarëve të gjykatave të larta të Europës Qendrore dhe Lindore, me synimin e vazhdimit të dialogut dhe bashkëpunimit për një drejtësi më të pavarur, transparente dhe të unifikuar në rajonin tonë. Ju pa qëllim vendosëm ta zhvillonim këtë konferencë pikërisht në Vlorë. Përveç bukurive që natyra i ka dhuruar, Vlora është qyteti ku në vitin 1912 u shpall pavarësia e Shqipërisë nga pushtimi mbi 500 vjeçar i Perandorisë Osmane. Këtu hodhen themelit e shtetit modern shqiptar, prandaj Vlora bart një simbolik të veçantë për drejtësinë që synojmë të ndërtojmë, një drejtësi të pavarur dhe bashkëkohore. Ky vend na kujton se pavarësia nuk është vetëm çlirim territorial, por mbi të gjitha çlirimi i mendjes dhe i institucioneve nga çdo influencë që synon të cënojë parimet e drejtësisë. Ne krenohemi që mblidhemi sot si përfaqësues të gjykatave të larta të vendeve që dolën nga errësira e regjimeve komuniste. Ne kemi qenë dëshmitar të kalimit nga shteti i diktaturës tek shteti i drejtës. Dhe e dim mirë çfarë çmimi është paguar për këtë. Prandaj jemi këtu për të thënë qartë, drejtësia që duam është një drejtësi pa kompromis. Kjo konferencë zhvillohet në një kohë kur gjyqësori kudo përballet me sfida që nuk njohin kufi kombëtar, nga ndikimi i teknologjisë e globalizimit të çështjeve juridike deri te rreziqet e dezinformimit dhe ndërhyrjet në gjyqësor. Çdo konflikt pavarësisht qëllimit përfundon në dyert e gjykatave. Për këtë arsye, rëndësia e dialogut ndërgjyqësor bëhet edhe më e madhe. Vetëm përmes komunikimit të hapur, shkëmbimit të praktikave më të mira dhe ndarjes së përvojave konkrete, mund të identifikojmë problemet e përbashkëta që na shqetësojnë si rajon dhe të gjejmë zgjidhje të qëndrueshme të bazuara mbi parimet të përbashkëta të drejtësisë. Për ne, si gjykatat e larta, ruajtja e qëndrueshmërisë në interpretimin e ligjit është një mision thelbësor për forcimin e shtetit të së drejtës, garantimin e sigurisë juridike dhe koherencën e sistemit. Po kaq e rëndësishme është të gjejmë balancën mes autoritetit të jurisdiksionit të brendshëm dhe detyrimeve ndërkombëtare. Çështje e cila kërkon maturi, ndjeshmëri dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Vendosja e standardeve të përbashkëta, si shqyrtimi në kohë i çështjeve, zbatimi unifikuar i ligjit apo përdorimi inteligjent i mjeteve digjitale, duhet të jetë pjesë e agjendës së çdo gjykate bashkëkohore, nëse dëshiron të funksionojë me hapjen e kohës dhe të fitojë mbështetjen e qytetarëve për një drejtësi cilësore dhe të përshtatshme me realitetin e sotëm. Forca e një gjyqësori qëndron në unitetin dhe vizionin e përbashkët me synimin që drejtësia të bëjë drejtësi. Ne duhet të jemi shembulli më i lartë i integritetit dhe mbrojtësit më të zjarrt të shtetit të së drejtës. Jemi këtu jo vetëm për të diskutuar sfidat, por për të ofruar zgjidhje konkrete, për të krijuar mekanizma të përbashkët dhe për të forcuar besimin te institucioni më i hyrë i demokracisë, gjykata. Duhet të tregojmë qytetarëve se nuk ka vend për kompromis kur vjen fjala te panshmëria dhe integriteti profesional. Ne ndajmë jo vetëm jurisprudencën, por edhe kurajon për të mbrojtur të vërtetën, pa u trembur nga asnjë presion, cila do qoftë natyra e tij. Vetëm kështu do të rrisim besimin e çdo qytetari se gjykata e lartë është stre drejtësie dhe se pas çdo objektive të ligjit qëndron njeriu, dinjiteti dhe drejta e tij për një vendim të drejtë. Mesazhi kryesor që dëshirojmë të përcjellim nga kjo konferencë është se drejtësia e vërtet lind dhe zhvillohet në frymën e bashkëpunimit për kushtimin ndaj ligjit dhe respektimit të dinjitetit të çdo individi.
Pikërisht me këtë frym ndërtojmë ura besimi dhe bashkëpunimi mes gjykatave tona. Gjykata e lartë e Republikës së Shqipërisë, si mikpritëse e këtij forumi, por edhe si pjesëmarrëse aktive në nismat aktuale dhe ato që mund të lindin gjatë punimeve të kësaj konference, është e angazhuar të kontribuojë në formalizimin e bashkëpunimit ndërgjyqësor. Synimi ynë është që ky bashkëpunim të jetë i qëndrueshëm, i institucionalizuar dhe në shërbim të punës së përditshme të gjyqtarëve të këtij rrjeti. Le ta shndërrojmë këtë konferencë në një hap të rëndësishëm drejt thellimit të bashkëpunimit tonë për ndërtimin e një drejtësie më të mirë, më të shpejtë dhe më të besueshme për qytetarët e vendeve tona. Ta bëjmë këtë piknisjen e rrugëtimit tonë të përbashkët drejt sundimit të së drejtës. Ju uroj punë të mbarë dhe diskutime frytëdhënëse. Ju falenderoj për vëmendjen.